Atëherë sot LDK s'pret asgjë, përveç faktit të konfirmimit se na janë humbur 15 ditë duke ditur dhe pritur rezultatin e njëjtë. Pra, lëvizja vetëvendosje ka ditur se nuk i ka numrat, e ka ditur që kemi një krizë, e kemi palajmëruar për krizë dhe sërish kanë vendosur të na shpenzojmë 15 ditë për të ardhur në rezultatin e njëjtë. Gjithë ky shpenzim kohë është bërë vetëm për një qëllim, të krijohet një shfaqje teatrale dhe nëpërmjet shfaqjes teatrale të krijohen disa kundërshtar imagjinar që s'ekzistojnë të vërtetë dhe kështu të përgatitet një material elektoral. Pra, është fatkeqësi që Kosovës në këtë krizë janë humbur 15 ditë dhe në këtë 15 ditë as nuk është bërë ndonjë përpjekje për bashkëpunim, as nuk është kontaktuar ndonjë parti politike për zgjidhur çështjet me emergjencë që janë për Republikën e Kosovës. Kanë vendosur ditën e fundit, afatin e fundit, orën e fundit të bëjë një seancë për shfaqje teatrale. Prandaj nuk presim asgjë, përveç në thirrjes së presidentes pas datës së sotme që përcaktoi datën e zgjedhjeve tashme. A ekziston ndonjë mundësi që të zgjatet buxheti nëse veç nuk bëhet ndonjë seancë qoftë nga presidentja me dekret ose diçka tjetër në mënyrë që të ketë parade për organizim të zgjedhjeve? Para punës ne kemi një precedent vitit 2010. Mos harroni në 2010 Kosova nuk ka pasur buxhet aprovuar dhe më pas për 2 muajt e parë, pra për janar dhe shkurt, është shpenzuar buxheti për 1/12 e vitit paraprak. Pra, ekziston kjo mundësi kushtetuese dhe ligjore e Republikës Kosovës. E dyta, ne kemi prezantuar dhe presidentës ndonjë mundësi që të zgjasim buxhetin paraprak për 3 muajt e ardhshëm. Këtë mesazh sa jam informuar unë ka kaluar tek lëvizja vetëvendosje, të cilët si duket e kanë refuzuar sepse janë të interesuar për zgjedhjet e krizave. Pra po të kishin qenë të interesuar, do të kishin kontaktuar dikën, kishim komunikuar si njerëz, si normal njerëz që jemi, për të bërë zgjidhje për krizat e caktuara. Nuk kanë interes për komunikim, kanë interes për shfaqje, shfaqje do të kenë, shfaqje le t'u japim, por besoj që Republika e Kosovës është më tepër përgjegjësi serioze se sa një shfaqje teatrale e kundërshtarëve që nuk ekzistojnë që është e vërtetë. A gaboi presidenti Vjosa Osmani që i dha fatë 15 ditë shtesë mandatarit të dytë, a ju besoi themi kështu gabimisht që i kanë numrat? Unë besoj që është lexim i gabueshëm, gabim i madh përkohës për Republikën e Kosovës. Ishte e parë që nga fillimi që nuk i kanë shumicën, nuk e kanë numrat, nuk kishin dhënë ndonjë deklaratë se do t'i bëjnë numrat. Dhe si të tillë, siç kanë thënë gjithherë, siç themi edhe ne, nuk ka vend botë që pakica qeverisë me shumicën. Nuk ka vend botë që një qeveri që pretendon që ka shumicën të kërkojë vota për pakicën. Pra është jo logjike, jo racionale, është vetëm humbje kohe. 15 ditë që është humbje e kohës së qytetarëve tanë. Në politikë duhet të ketë dhe pak dinitet njeriu. Pra ta kuptoj situatën çfarë është dhe të thotë faqe bardhësisht që nuk e kemi. Gjithë ata që morën mandatin, gjithë ata që kërkuan vonesë dhe gjithë ata që kontribuan këtë vonesë pa ndonjë arsyetim. Përdorim për buxhetet e marrëveshjen ndërkombëtare, ka pas mundësi më kaluar jo? Asnjë diskutim, asnjë komunikim, asnjë kontakt, asnjë fjalë, asnjë përpjekje për të bërë një zgjidhje nuk ka qenë deri më tash në këtë ditë. Pra kuptoni, nuk është ideja e zgjidhjes së temave, ideja është e krijimit të një krize pas së cilës dilet në elektorat dhe thuhet shqyqani ne jemi vetë dhe janë disa kundërshtarë që duhen na luftojnë, po brenga temave nuk është. Pra ne kemi pas edhe gatishmëri dhe kemi dërguar mesazhet e qarta në këtë drejtim. Besa edhe kemi thënë që nga fillimi mos na hopni 15 ditë kohë. Po shihet që se kemi numrat, po shihet që nuk e keni numrat. Delni faqe bardhë, thuni nuk e kemi shumicën, le ta shkurtojmë kohën sa më parë, le të bëjmë disa zgjidhje emergjente edhe për RTK-n, edhe për zgjatin e buxhetit, edhe për ligjet e qyteteve. Le të shohim një mundësi të tillë, kanë vendosur imponimin, ky është stili i tyre, është kontrasti politik në kulturën politike që po mbizotron Kosovë dhe kjo do të thyhet. Kështu s'mund ta shpërblejmë mënyrën e bërjes politike. Ndërsa për RTK po mbetet pas zgjidhjeve. RTK-ja është dashme për krah këtë pushtet që nga fillimi dhe është mirë të zgjidhni problemet e brendshme që i keni aty, që kanë ngulfatur demokracinë e brendshme të RTK-s. Unë ndjej simpati për median, për RTK-n dhe besoj se duhet të bëjmë zgjidhje dhe do të bëjmë zgjidhje sa më parë. Sa më parë zgjedhje të reja, sa më parë qeveria e re, me qeverinë e ardhshme tonën nuk do t'i merrni vetëm paga, do t'i merrni edhe me rritje. Koeficienti 150 gjithmonë ka qenë zotim elektoral. Ju faleminderit shumë.